Shërbimi social në Bashkinë Shkodër po merr çdo ditë më shumë akses dhe rol në komunitet. Drejtoresha e Shërbimit Social në Shkodër Edita Shoshi thekson se përmes shpërndarjes së vazhdueshme të njoftimeve dhe informimit publik, synohet që çdo qytetar të jetë i njohur me mbështetjen që mund të marrë. Aktualisht në territorin e Bashkisë Shkodër funksionojnë 13 qendra komunitare multifunksionale, të cilat ofrojnë shërbime sociale të dedikuara për të gjitha kategoritë në nevojë. Shërbimi social ka një gamë të gjerë kategorisht të cilave i jep shërbim dhe shtresave vulnerabël dhe shërbimi social po mendoj që po merr më shumë akses dita ditës dhe për arsyeën e njohurisë, pra të shpërndarjes më shumë të informacionit se çfarë shërbimesh mund të përfitohen dhe gamën e gjerë të këtyre shërbimeve, të cilat janë jo vetëm në Bashkinë Shkodër, në qendrën, pra në godinën, po them ne, të qëndërzuar të institucionit bashkisë, por ne kemi shërbime në territor dhe kemi 13 qendra komunitare dhe multifunksionale, të cilat japin shërbime sociale të dedikuara për të gjitha kategoritë brenda territorit bashkisë, atje ku është dhe zona që jetojnë qytetarët. Sepse qëllimi jonë dhe ideja e shërbimit social është që të çojmë shërbimin sa më afër komunitetit, që njerëzit të kenë aksesueshmërinë më të afërt dhe të mos kenë nevojë që të bëjnë edhe udhëtime të gjata. Pra ne kemi qendra komunitare si në qytet, në rajonet e qytetit, por ashtu edhe në disa përgjithësive administrative kryesore. Problematika më të theksuara sociale paraqitet në disa njësi administrative ku kërkohet ndërhyrje më e fokusuar dhe mbështetje më e shtuar për familjet në vështirësi. Normalisht që njësitë administrative kanë problematika më të mëdha shoqërore, aty janë edhe problemet më të mëdha sociale, por mendoj që nuk mund të themi që mbulojmë 100% të nevojave, por aksesueshmëria për t'i shërbyer këtyre personave gjithnjë më e madhe. Përmes informimit dhe shtrirjes së shërbimeve synohet lehtësimi i aksesit për të gjitha kategoritë në nevojë dhe shmangja e distancave të gjata.